Hej njerëz të bukur, jemi rikthyer në What of a Daily pasi mungesës sepse ishim pak jashtë shtetit, me thënë të drejtën, por pa humbur kohë dua t'ju them se çfarë ka ndodhur vërdall në showbizin ton kaq të bukur. Dhe do ta nisim me një përplasje online e cila ka ndodhur mes dy moderatoreve, Aulona dhe Fatma, që më në fund u rikthyen, Dalina i bëri të dyja bashk. Të dyja moderatorët kanë pasur një konflikt virtual me Benjadën. Aulona ishte ajo që u shpreh në emisionin The Dalina Show që Benjada nuk e meriton kohën e saj televizive në RTS sepse nuk di të flasë mirë shqip. Benjada pati reagimin e saj ku tha që qend le të ecin, le të lehin, tha, por karvali ecën përpara. Dhe këtë as këtë nuk e tha mirë, pra në një farë mënyre Benjada i provoi njerëzve të drejtën, të vërtetën dhe fjalët që tha Aulona. Aulona gjithashtu ka pasur një reagim kundrejt të gjithë njerëzve që kanë thënë që ajo është xheloze dhe ka thënë literalisht që ashtu siç nuk kam frikë të them çfarë s'më duket e drejtë, ashtu nuk kam frikë të them publikisht edhe kush mendoj që profesionalisht vlen më shumë se mua. Kush e ka parë intervistën e di këtë, kush nuk e ka parë, ja ku e keni 3 minuta janë. Dhe ka publikuar një pjesë të shkurtër të intervistës. A ka të drejtë Aulona sipas meje? Po. Sepse në televizion nuk duhet të ketë persona që nuk din të artikulojnë dhe nuk din mirë gjuhën shqipe. Dhe Benjada, unë isha në Zvicër dhe ato kishin lindur aty dhe e dinin gjuhën shqipe për bukuri. Ti ke kaq vite që kur ka mbaruar Big Brother Nishi, duhet ta kishe mësuar gjuhën deri tani se është pak e turpshme. Kalojmë tek një lajm tjetër. Shpat Kasapi është ndarë me bashkëshorten e tij, mirë po jemi kurioz të dim raportin e tij me të birin. Dhe ish gruaja e tij Selvia ka deklaruar që Roeli ka babin më të mirë në botë, që punon shumë dhe suporton rritjen e Roelit në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk është se kontriboi vetëm unë tek rritja e Roelit. Pra duket se janë ndarë në terma të mirë dhe nuk ka asnjë mosmarrëveshje të paktën për të birin. Ndërkohë që Big Brother i ka mbaruar, Big Brother ende vazhdon të bëhet jashtë nga banorët dhe jo, nuk e kam fjalën për edicionin e fundit, por flitet ende për edicionin e Eglacenos. Një ish banor, Liami, ka deklaruar që Egla ka folur në dhomën e rrëfimit me familjarët e saj me anë të një telefoni. Këtë gjë ka mohuar fituesja dhe ka ironizuar pikërisht Liamin. Ajo ka thënë, dëgjova që fituesi pas ka pasur telefon, po është vetmja mënyrë që disa të shpjegojnë si humbën përballë dikujt që kishte val në tru, ndërkohë që atyre nuk u kapte sinjali fare. E në fakt ironia e Eglës është me vend, por edhe fjalët e Liamit nuk janë të kota, sepse siç është shpreha popullore që ku ka zë nuk është pa gjë, është përflitur shumë që në dhomën e rrëfimit shumë veta mund të kenë informacione nga jashtë, mund të kenë kontakt me familjarët, por ende nuk kemi asnjë provë sepse vëllai i madh, të gjitha filmimet i djeg pasi mbaron sezoni, që të mos ketë asnjë provë për të gjitha këto thashë theme. Një lajm tjetër ka të bëj me RTS-n. RTS është televizioni publik shqiptar i cili duket se në ardhjen e shtatorit do të ketë shumë ndryshime. Përflitet se Bjeta Sulo, moderatorja për kaq shumë vitesh e pasdites në Top Channel e ftesë në 5, thuhet se është drejt largimit nga ky televizion. E kontaktuar nga Anabeli, Bjeta ka thënë që do të deklarojë anën e saj të historisë në emision live, kështu që presim orën 5 për ta mësuar. Nuk dihet ende nëse Bjeta do largohet apo do qëndrojë ende në Top Channel për sezonin e ri televiziv. Ndërkohë një kunj shumë e madhe ka ndodhur mes Ledri Vulës dhe kujt do thoni ju? Jozit. Ledri ishte në një prej intervistave të fundit dhe u pyet se me cilin artist do bashkëpunonte. Me Gjestin ai tha po, por me Jozin tha zbet laf. Nuk tha kështu, po kështu po edhe mund po egzagjeroj. Dhe duket që Jozit nuk i pëlqeu ky refuzim sepse Jozi është në kulmin e karrierës së tij dhe dukshëm mendon që është Luan dhe të tjerët janë dele. Ai ka thënë qingjat në tuf, Luani vetëm në fron. Nejse, Luanët Jozi rrin dhe në tuf hera herës kur i do puna, por e kuptuam. Ti thua që unë jam Luani, këto jam dele, okej, le të vazhdojmë. Dhe lajmi më bombastik është ai i Gjensilës dhe Ledrit. A janë bashkë as janë bashkë? Së fundmi në Anavelu publikuan foto ku çifti shihen shumë të afërt. A është kjo një marketing, a dolën këtë foto për të bërë lajm apo fotot kanë dalë në mënyrë të fshehur nga personat që kanë qenë afër çiftit, nuk dihet ende. Ne ishim në Alba Festival dhe të dy artistët performuan në ditë të ndryshme. Ne qëndruam dhe në hotelin ku Ledri ishte prezent dhe nuk pam asnjë afrimitet të tij me Gjensilën.
por dyshimet vazhdojnë ende në rrjet dhe fansa duke se po i pëlqejnë të dy së bashku. Dhe me që jemi te çiftet, një tjetër çift duke se është në nisja të romancës së tyre. Bëhet fjalë për dy ish banor të Big Brother, por njëra është nga Shqipëria dhe tjetri është nga Kosova. Lumbardi dhe Semi Ajupa janë parë të dy bashk, shumë të afërt, dora në vende të gabuara, do thoja unë, gjë që të bëjnë të mendosh që dyshja është në nisjen e njohjes së tyre romantike, dhe ku ka më bukur se sa të kemi lajme të tilla dashurie dhe jo zënkash. Dhe jam shumë kurioz se si do shkojë lidhja e tyre, ndoshta do kemi diçka, ndoshta jo, por duhen këto romanca gjatë verës sepse na mbajnë dhe ne të mbërthyer pas këtyre lajmeve dhe pas këtyre artistëve, sepse shiko, plazh do shkojmë, pushime do bëjmë, po dhe pak ta themi se çfarë bëjmë vipat lart e poshtë do bëjmë. Kështu që WTF-ja do jetë këtu dhe do vazhdoj gjatë gjithë verës me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota. Bazë dëshimit të premten për WTF Show, ora 8:00 në Andale. Deri atëherë, kalofshi bukur. Andale!